Mirë mbrëma dhe mirë se vini në kallëzo për një me. Sot, Bordi i Zyrës Regulative të Energjisë ZRE-ja ka vendosë që me shtrejtu rrymën për 16%, si dhe me i qitë në treg të lirë bizneset e mesme. Të dy vendimet janë marrë për kundër protestave dhe shumë komenteve që janë dërgu tek regulatori i energjisë, e efekti i këtyri komenteve e protestave ka qenë veç rritje e shtrejtimit. Pra, prej 15% sa ishte propozimi fillestar, ta shtrejtimi do t'jetë jo 15%, po 16%. ZRE-ja pritet me caktu tarifat e sakta javën e ardhshme, pra me vendosë se si ka mu shpërnda që ky shtrejtim i 16% në mesin e konsumatorëve. E bizneset e mesme prej qershorit kanë me dalë në treg të lirë me blerë rrymën. Krejt këto po ndodhin në kohën kur nuk kemi kuvend të konstituar edhe 2 muaj pas zgjedhjeve të mbajtuna me nënt shkurt. Qeveria është në detyrë, e kryeministri është i nxanur duke negocu me parti e deputet me i siguru edhe 1-2 vota, që shkanë thonë, për me bo qeverinë e re. Ndërkohë, ky është trajtimi i tretë i energjisë elektrike brenda 4 viteve të qeverisjes nga Albin Kurti, i cili në vitin 2019 na pat premtu lirim të çmimit të energjisë elektrike. Por, a ishte i shmangshëm ky shtrejtim, cili do t'jetë efektin faktura tona të energjisë, e çfarë efekti do t'ketë në gjithë ekonominë? A do t'kemi valë të re të rritjes së çmimeve? Kjo është tema e debatit sonte, edhe për me diskutu këto tema, në studio kam ftu Lulzim Rafunën nga Oda Ekonomike e Kosovës, udhëheqësi i saj, Luan Hasanaj, protestues kundër shtrejtimit rrymës, Visar Pribreza nga kallëzo.com, edhe Hamdi Malushaj nga Dhoma e Tregtisë edhe Industrisë. Online me neve është edhe Adhurim Haxhi Musa, ekonomist i energjisë. E tash vetëm e theksu për gjithë shikuesit që deri vonë patëm të konfirmuar Armen Mujën për me marrë pjesë në këtë konferencë, por ai ka thonë që vjen javën tjetër, pasi që ndodhi vendimi, pasi që dul vendimi për shtrejtimin e rrymës, ai kërkoi kohë për me pa këtë vendim, me marrë përgjigjen që ZRE-ja tha që ka me ja çu në komentet që ai ka bo, dhe premtoi me ardhë javën tjetër e do të shohim të na është dera qelë, sepse edhe javën tjetër kemi me diskutu për rrymë. Njëkohësisht në këtë emision kuptohet që i kam ftu përfaqësuesit e ZRE-s. Ata thanë deri të martën ne nuk do dalim publik, mas të martës janë të hapur për ftesë. Tash vazhdojmë me panelistët që i kemi, por para kësaj të shohim çka ka ndodhur sot në ZRE në një reportazh shkurt. Zyra e Regulatorit të Energjisë Elektrike në mbledhjen e mbajtur më 11 prill 2025 ka vendosur që me shtrejtu rrymën për rreth 16% për të gjitha kategoritë e konsumatorëve. Nga kjo rritje nuk do të preken bizneset e mesme, të cilat do të blejnë energjinë elektrike në tregun e lirë. Kjo përqindje e rritjes së çmimit të rrymës nuk u tregu nga ZRE-ja në mbledhjen e bordit, por u bë e ditur disa orë më vonë. Edhe pse gazetarët dhe aktivistët e pranishëm në këtë mbledhje insistuan për të marrë vesh përqindjen e saktë të rritjes së çmimit të rrymës, anëtarët e bordit dhe menaxhmenti nuk e bën të ditur këtë informacion. 400 miliona kun buxheti, ka 435 ekitash, bizneset kanë dalë në treg të hapun, që ato 435 milion i mbulojnë qytetarët. Rrjedhimisht i vjen ki konsumator më pak. Sa është përqindja e shtrejtimit të energjisë? Kaq, shumë e thjeshtë. Unë po i lës që respektovan edhe mund të tyre ndërme që respektovan ju konë maksimalisht dashën për qisët se dhe shpilë që veç 1%. Respektone që të tyre që e hopë sërë. Veç 1%, shumë e thjeshtë është. Jete më përdo të është 13, 15, 14% sa. Ama biz disalim, dovolju sot se dini përqindje. Dini sot përqindje. Me vota unanime, bordi i ZRE-s ka miratu të hyrat e lejuara maksimale për Keskon në vlerë 435.9 milion euro. Kjo vlerë është rreth 1.2 milion euro më shumë se propozimi fillestar i ZRE-s që ishte 434.7 milion euro. Pas gjitha këtyre revidimeve që kemi bu, i propozojmë bordit ZRE-s që ta shërtaj për miratim hyrat e lejuara maksimale për furnizuesin me shërbim universal në vlerë për 435 milion e 926.000
299 euro. Faleminderit. Atëherë, nëse s'ka komente, me qenë se është mirë edhe njerë me refleksu që kërkesa ka qenë dikun rreth 447 milion euro, mirë po pas vlerësimit të stafit, në këtë proces kemi orë në vlerën prej 435 milion euro, pas diskutimeve që kemi pas me gjitha palët të interesit, si që prezentu edhe nga ona e stafit zërëres në këtë proces, besoj që edhe përgjigjet për secilën pyetje që kanë pasur ose komente që kanë pasur gjitha palët do t'i keni të publikuara në webfaqen e zërëres me detajet e nevojshme, po gjithashtu edhe kushdo që është i interesuar për sqarimin e shtesë, stafi i zërëres në bashkëpunim edhe me bordin e zërëres do t'i jap përgjigje secilës pyetje dhe shqetësim që ju e keni gjatë këtij procesi. Atëherë kush është për Për vitin 2020. Ju ka dhënë qytetarëve. Atëherë konstatoj që me 5 vota për asnjë kundër aprovohet hyra e eura maksimale për të shërbimin. Rreth 2 orë pasi zyra e rregullatorit për energji vendosi për shtrejtim të rrymës, qytetarët nisën të protestojnë kundër kësaj rritje. Protesta filloi në sheshin Skënderbeu për të vazhduar tek zyrët e Zërrejs. Kjo protest u organizua nga grupi i qytetarëve Asnjë cent më shumë. Qytetarët kanë vendos, thirrja është e përbashkët, zoni qytetar nuk me qenë kur ma i lartë. Asnjë cent më shumë! Asnjë cent më shumë! Visar, masi je të punu që 20 vjetë të e monitoru energjin, të raportu për energji e ekonomi, kalëzëm pse u shtrejtu rryma? Po du më janë ispitje. Pse u shtrejtu rryma? Du të me folin ato që kanë thonë zërëja, u shtrejtu rryma për shkak se keku nuk ka prodhu qash sa është zotu në vitin 2024, që i bjen që është dasht me importu rrymë ma shumë se sa që është planifiku fillimisht. Për shkak se çmimi i importit të energjisë ka qenë më i lartë se sa që është leju, domethënë që është leju në fillim të vitit 2024. Këtu kanë qenë dy prej shkaktarëve kryesor pse kemi pas shtrejtim të energjisë elektrike. Tash dikush mundet me thonë mirë, po pse po na tregon diçka për vitin e kaluar. Kjo është për me shpjegu që caktimi i tarifave të energjisë elektrike bëhet veç rregullim. Për shembull, edhe Kesko, edhe Keci, edhe Kosi janë në treg të rregulluar. Çdo vetë zyra rregullatorit të energjisë ja cakton një buxhet në cilën ata duhet me qarkullu mrena një viti fiskal. Atë buxhet që i quajnë të hyrat maksimale të lejuar, pra synohet me sjell, me përfitu Keci përmes tarifave që na i cakton që i paguajmë na. Mirë po, kur ka ndryshim, se gjithë shka është planifikim, pra planifikohet, supozohet që keku ka me prodhu x megawatt ose x gigawatt brenda një viti. Në ndërkohë supozohet që nuk kemi me importu që ka shumë rrymë, gjithë shka është në supozime. Në fund vitit, zërëja ullë të thëtë, ok, vitin e kaluar ja kum caktu këtu tarifa, të shohëm tash a i keni realizu këtu të hyra, që ashtu qysh na i kemi leju. Ka rast kur për shembull në këtë rast Kesko ka realizu të hyra ma shumë sa që ju kanë leju, dhe çatu pare nëse realizohen ma shumë, i kthejnë konsumatorëve. Në rastin kur ata realizojnë ma pak, për shembull në rastin konkret nëse s'gaboj ka qenë një shifër kogja e madhe, pra kur Kesko është obliguar me blerë rrymë ka pas ma shumë shpenzime se sa që na i kemi dhënë pare, zërëja vendos çatu pare me ja kthy në këtë vit fiskal. Mirë po, edhe kur ja kthen me interes. Kesko ka dalë prej kompanive ma profitabile vitin e kaluar. Ti po më thu, kanë qenë zërë, jo dosh me importu, po kne kanë dalë ma profitabile. Po, tash, kjo është treg i rregullun, është shumë kompleks. Është shumë kompleks me e shpjegu. Pse? Sepse tash sa është profitabile është e ndane prej buxhetit vjetor. Sepse pse është e ndane? Sepse ai synohet që përmes tarifave që i merr, me na furnizuar neve me rrymë edhe me pas një profit që caktohet në baza, domthon ka qenë nëse të kujtohet ai debati eksperti Florin Aliu që bëi kritika. Pra caktohet në atë dokument dhe kur caktohet për 4 vjet më dihet sa ka me pas fitim Kesko, që e ka në bazë të qarkullimit. Nëse s'gaboj e ka 14% ose nuk e di, muj me gabu me shifra se nuk i kom lexuar më. Pra,
fitimi dallon prej të hyrave maksimale të lejuara brenda vitit. Pra nëse keku prodhon më pak rrymë, na me DMS do të me pas parasysh që nëse importojmë rrymë, do na shtrejtohet energjia elektrike. Profitin që të ne kompanive? Kjo proces tjetër. Në momentin që është dashur Kosova, s'pas ka prodhu është planifiku, as bën me ju shkurtu edhe atë në buxhetin, jo veç neve me na qitë bërë? Unë menoj që na nuk duhet çështja e profitit normalisht është çështja e ekspertëve financiar që nalin edhe shikojnë a është shumë i lartë, a duhet më u zvëglu, çka duhet më pas, domethënë parasysh në këto. Mirë, po unë menoj që fokusi jonë duhet më pas që a ka arrit domethënë Kesko dhe Keci qëllimin për çka na i kemi privatizuar. Që kjo është pyetja kryesore. Domethënë, na kur i kemi privatizuar, kujtohet si sot në 2008 ose 2009 ka qenë mbledhja e qeverisë, edhe në atë kohë ish kryeministri Hashim Thaçi i patëm numëru. Kena investu kaq, prandaj po e privatizojmë Kecin. Po e hekum qafën në një farë mënyrë. Edhe zakonisht kur është fol për punën e privatizimit Kecit, prej atëherë, pra është fol çush i kemi humbje të mëdha. Qysh ka me ardhë një investitor privat dhe ka me ullë të humbje. Pra kanë qenë shumë faktorë që me rrit efikasitetin si ndërmarrje dhe në fund na me pagu ma lirë, se qaj është qëllimi. Tash, ku jemi me humbje, na dhe sët vazhdoj me pagu jashtëzakonisht humbjet mëdha që janë humbje teknike dhe humbje komerciale. Sa janë humbje teknike janë humbjet në jetë, kanë qenë 35% kërë pas shqitë. Po, tash janë rreth 20%, domethënë rreth 20%, i kam edhe këto diku në dhonat, po çka po du me diskutu për humbjet. E para është që unë habit në qysh na Zyroeja realisht e toleron që ka shumë, Kecin e ka toleru për këto 2-13 vite që mi pas humbjet kaq të larta. Mos harroni, domethënë nëse e marrëm humbjet, vetëm nëse i krahasojmë, për shembull sa paguajmë, domethënë na paguajna miliona euro vetëm për shkak të humbjeve. Domethënë mos harrojmë, nëse sot nuk kishim pas në çka shumë humbje, na i kishim pas tarifat shumë më të ulta. Po na obligohemi me i pagu Kecin edhe për humbjet teknike që ata i kanë, po për më tepër edhe për humbjet komerciale, për mua është e palogjikshme që gati 3-14 vjet prej privatizimit, na ende tolerojmë humbje komerciale. Çfarë janë humbjet komerciale? Vjedhjet. Domthon pse duhet institucionet e tona dhe na si qytetarë me pagu humbje komerciale? Dhe unë e shoh që në disa periudha, domethënë në pej, dikon humbjet komerciale janë 8%. Qysh është e mundur? 8%. Qysh është e mundur se në nivel vendi janë 4%, po qysh është e mundur që mu leju 8% në pej? Kus është veri, nuk është Serbia tuna. Qashtu. Ani, përveç kësajna, që po du me shtu edhe një element tjetër. Na këtë kena menu që kur na vjen, kur fillojna me faturu energjinë në veri, na si qytetar kena me përfitu prej qësajna, apo? Edhe çka ka ndodhur? Po du shkurtimisht me spjegu për mos me marrë kohë. Në vitin 2017 na gjithmonë i kemi pagu humbjet në veri. I kemi pagu si të plota. Pra, këtë energjinë që na e kemi qenë në veri, e kemi pagu na si qytetar që e kemi pagu rrymen. Pra, ndohem faktura të Krejt Kosovës. Të shpërndara, qashtu. Tash çka ka ndodhur? Në vitin 2017 është një vendim i gjykatës i cili thotë që nuk keni drejt ju me faturu energjinë që furnizohet 4 komunat veriore, mja faturu këtë qytetarëve të Kosovës. Edhe çka ka ndodhur, ajo pjesë e energjisë, domethënë na u ka hiq neve prej fatura, ma nuk e kemi pas. Dhe nëse ju kujtohet, po du prap më u kthy në mja rifresku memorien, i kemi pas ato problemet kur barra e mbulimit që të në humbi ju pat gju kostit, edhe kostit tani i paguj ke ka 10 milion, ka 20 milion, u bëj ke zhurum në kuvend, ju ndoj ke qeveria, tani një kohë i pat nol nuk i paguj ke që të herë shumë energjin prej Evropës, shkaktoj shumë problem në NCO, kënën të na largu, dhe tash çka ka ndodhur për me e kthy komplet është që tash e kemi hyrë në sistem në veri. Tash jemi tu i faturu, edhe interesant është që humbjet teknike dhe komerciale që janë veri kanë filluar me na faturu neve, prap. Domethënë çysh është e mundur që kjo mu leju, unë e di që ajo pjesë e Kosovës. Po këta o dasht me gjetë një vendim, një kalkulim pak më të mençur se çysh me faturu ato. A do të me bajt barën qeveria e Kosovës, pse unë do të me bajt barën, për humbjet teknike dhe komerciale, pra vjedhjet e energjisë që ndodhin sot në veri. Pse unë do të me bajt në barë. Dhe këto na u kanë shtu neve në fatura. Po i përmeni shumë elemente sepse tarifat e energjisë elektrike përbën për këtë tyne elementeve të vogla, që duken të vogla, kur i përmendu përqindje të vogla, po në fund neve na përkthehen në 10% rritje. Sham 2017, na i kemi pasqu disa herë kamerë në Zërrej, sepse ka pas një tentativë me ja rrit humbjet e lejuara në faturat tona.
edhe për shkak të presionit që na e kemi bu në atë ku, rritja e humbjeve nuk ka qenë saktë që është patentu, por rritja e humbjeve ka qenë pak më e vogël. Pra nëse shohin qytetarët është që prej 16,9 pa të bëu 18,8. Pra gati 2 pikë të përqindjes. Po 2 pikë të përqindjes o rrit humbjet që na u kanë faturu neve. Tash, 2 pikë të përqindjes të na kur du të me shumëzu me 96 euro që e blej megavatin për import, për me e ditë sa na shpenzojmë do më dhëmë për ato. Këtë grafikonin krejt me qenës reja këto thotë që shë null humbjet në vit mas viti. Janë hull, po pëse se null krejt. Pyetja është pse unë du të me vazhdu me pagu humbje cilat nuk janë kompetence imja. Nëse doni pak me javë spjegu edhe me numra. Për shembull, nëse thejmë që humbjet komerciale janë rreth 300 gigawatt në orë, dhe nëse e shumëzojmë këto me 96 euro, sa është megavati që e importojmë në qëtë energji, i bjen dikon rreth 28 milion euro. Në vit. Nëse flasim për humbjet teknike, i bjen rreth 65 milion euro. Pra po mrim gati në 100 milion euro humbje. Nëse e marrëm vetëm humbjet e komunave veriore, i bjen rreth 6 milion euro. Pra, na i kemi dikon 110 milion euro që i pagujmë për humbjet të energjisë elektrike. Është në rregull, do të me pas humbje, po jo në qëtë nivel. Jo në qëtë nivel. Luan, sot ishit protest, qysh e pritën njerëzit këtë vendim, jo 15, për 16%. Thënë të drejten, gjatë tyre 2-3 javë, për derisa së bashku me një grup jemi angazhu, si qytetarët të shqetësuar që jetojmë në këtë vend, për të diskutu dhe fol, ose bërë zhurmë, thënë me zhurmë popullore për këtë temë, kemi marrë jashtëzakonisht shumë kontakte për njerëzve, na kanë shkru me qindra, ndoshta edhe më shumë, duke shprehur shqetësimin e tyre në lidhje me këtë vendim i cili tani më veç është marrë prej anës së ZRE-s. Edhe protesta e parë që ishte të shtunën, edhe protesta e sotme, pjesëmarrja e njerëzve ka qenë kryesisht njerëz familjar, njerëz të cilët me të vërtetë e dinë pasojën e rritjes së çmimit, e dinë mandej zinxhirin e rritjeve që do të ndodhë në të gjitha sektorët. Pra, qytetarët janë mjaft të shqetësuar. Pra, keni pa dhe ju si media, sepse dhe ju keni folë të gjithë, pothuajse gjatë kësaj kohe, dhe me të vërtetë është pa kuptueshme, për të mos thënë edhe pa besueshme, që në këtë kohë të inflacionit, në këtë kohë të krizës, në këtë kohë kur çmimet çdo ditë rriten në çdo sektor, neve na vije edhe kjo bakshish, nëse mund të them, 16% prej anës së ZRE-s dhe aktorëve tjerë të cilët e kanë mbështet, pra siç është Ministria e... Qysh e keni prit shifrën që është parapri kur i ka qitë diskutimin publik, ZRE-ja thëj ke po folët për 15% rritje, në fund përkundër protestave, komenteve, refuzimeve, se di dikur që ka thonë mirë është, çka jeni të bo, ata shkojnë me vendim për 16%, 1% ma shumë. Në fakt është prit gjithçka, sepse ne që nga ky propozim dhe bërja publike dhe provokimi një debatit përgjithshëm për këtë temë, kemi pa një arrogancë të paparë të njerëzve brenda ZRE-s, duke filluar që nga zoti Feyzullah, apo se e ka mbermen i kërkoj falje së ta shkeq, dhe aktorëve të tjerë, të cilët kanë filluar që nga, duke na thënë, blejeni ku të doni, e tjera, pra disi kjo na ka dhënë të kuptojmë që aty as që e kanë me interes t'i dëgjojnë shqetësimet e atyre të cilët janë grupe interesi dhe të qytetarëve. Pra, absolutisht nuk jemi të befasuar për këtij vendimi që është bë 16%, ka mundur të jetë edhe më e madhe, sepse po shihet qartë që ajo zyrë është bërë mjet në duart e Kecit dhe Keskos, pasi që ata nas edhe një formë të vetme, pra duke filluar që nga mënyra se si e kanë bërë diskutimin publik, konsultimet, se si e kanë bërë mandej thirrjen për dërgimin e komenteve dhe çdo gjë tjetër, kjo ka tregu që ajo është bërë vetëm sa për të thënë që është bërë, pra është bërë në mënyrë formale dhe është anashkaluar në tërësi interesi i qytetarëve në këtë rast, diskutimin me ta, dhe është vërtet për të çuditur sepse ata na përfaqësojnë ne aty, ata janë zyrtarë që të paguhen për taksave tona dhe prandaj kjo na ka bërë si qytetar të shqetësohem dhe të protestojmë dhe nuk do të ndalemi duke protestuar, sepse me të vërtetë kjo për një pjesë të madhe të qytetarëve është e papranueshme, pra duke e ditur kushtet ekonomike, tyrat për kokë banori sa i kemi, pagën minimale dhe mesatare sa është këtë vend. Pra kjo do të bëhet e papërballueshme për një kategori goxha të madhe të shoqërisë të vendit tonë.
Lëzim, para 3 jave ishim debat kur u qel propozimi i ZRE-s që bizneset e mesme kanë me hinë tregun e lirë, sot do bo definitive që kanë me hinë tregun e lirë. Çka në kupton kjo për shto bizneset mesme, ta theksojmë këto janë ato që kanë qërkollim mbi 10 milion, apo i kanë mbi 50 punëtorë? Çka do me thonë? Spari, si pas ligjit të vitit 2017, përcaktu vetëm 2 kushte. Nuk janë nda bizneset të voglat mesme ose të mëdha, po janë 2 kushte që duhet i plotësojnë bizneset për me dalë në tregun e lirë. Dhe ato 2 kushte janë, si me thonë, alternativ njani për tyre nëse plotësohet i del në tregun e lirë. Janë bizneset të cilët kanë të punësuar mbi 50 punëtorë dhe ose që kanë qarkullim mbi 10 milion. Janë 1294 bizneset që i plotësojnë këto kushte për me dalë në tregun e lirë, sipas njoftimit të ZRE-s. Prej tyre që i kanë mbi 50 punëtorë janë 761 biznese, ose 58.8%, që kanë qarkullim mbi 10 milion janë 318 biznese, ose 24.6% prej totalit, dhe që i plotësojnë 2 kriteret, edhe mbi 50 punëtorë, edhe qarkullimin mbi 10 milion janë 215 biznese, ose 16.6%. Për këto biznese do të thotë një sfidë e re, përkundër shumë sfidave që kanë pas, pishtot edhe një sfidë e re e çështja e daljes në tregun e lirë. Bizneset e kom thonë edhe kur ishëm në emisionin e mërshëm të ju që nuk janë kundër daljes në tregun e lirë, mirë për nuk është momentumi, nuk janë kushtet sot për me dalë ato në tregun e lirë. Sipas analizave që i kanë bërë anëtarët e odës ekonomike dhe kanë hulumtuar në për bursa, sot çmimi i energjisë elektrike në bursë është 50 deri 100% më shtrenjtë se sa çmimi që e kanë pas deri më tani të rregulluar prej kecit. Dhe kërkesa e bizneseve është që kjo të shtyhet minimumi për një vit dalja në treg të lirë. Nuk janë për me dalë në treg, se qëllimi i daljes në treg të lirë në vetvete ka për qëllim që ti me gjetë çmim të energjisë elektrike më lirë se që e ke pas sot dhe me kualitet më të mirë. Kur thonë me kualitet më të mirë, në kuptimin mos me pas reduktime, me pas furnizim të rregullt, po edhe niveli i tensionit ose kualiteti, nëse mund me çuajt këtë gjuhë, me qenën që i përputhet biznesit në koherencë me makinerinë e fjalës fundit që ka, se kam shumë prodhues që mankohen që për shkak tensionit, po kanë problem me prodhimin, se makineritë që janë më të reja nuk bartin tensioni ose nuk ka stabil tensioni siç e quajnë ata. Kështu që kjo i zhdesh me kanë qëllimi i daljes në tregun e lirë, mirë po tash nuk është momenti. Nuk është momenti edhe për shkak krizës që e kemi pas në Evropë, edhe për shkak lëvizjes në përbursa dhe institucionet shteti i dashmi mbrojt bizneset. I dashmi mbrojt në kuptimin ka 100 mekanizma që mundet mi gjetë bashkë me ZRE-n mull, edhe me gjetë se si mund ta ndihmoj biznesin që ta kaloj sa më lehtë këtë fazë, këtë tranzicion. E tjetra ankese jonja që ka qenë është se është koha shumë e shkurtë. Si kanë përfunduar zgjedhjet, me njëherë është njoftu biznesin fund të shkurtit, fillimi i marsit, që me 1 qershor ju keni me dalë në tregun e hapur. Dhe periudha për 3 muajve, biznesi nuk mundet më u përgatitë. Sa do i madh që të është, sa do i organizuar që është, nuk mundet. Plus shto këto që shumicën e bizneseve, si që thash, janë 761 biznese që i kanë vetëm mbi 50 punëtorë, por nuk e kanë qarkullimin mbi 10 milion. Po vetëm si numri punëtorëve e plotësojnë këtë kriter. Kem shumë startupat që janë hapat e parë, ditë e para, dhe këta ankohen dhe vejnë theksin se na do të mbyllmi për shkak se nuk kena mundësi financiare ose organizative për mu dalë me u marrë me bursa tani, siç e kërkojnë zyrtarët e ZRE-s. Për këtë arsye, ne kemi kërkuar që të dialogohet, ta kemi një dialog publiko-privat, ta përgatitëm biznesin dhe të japim mundësi ta vendosim një datë vitin e ardhshëm se kur do dalim në tregun e lirë. Në ndërkohë, prej që ishit këtu, a keni pas takime me ZRE-n? Jo, nuk kemi pas. Vetëm e keni çu komentet. Asnjë, po, komentet ne kemi dërguar shkret zyrës kryeministrit, se është interes publik, pa biznesin nuk ka ekonomi. Neve duke në nëmbyt importi, jo, qëfar? Përfar përgjigje? Si përpara, njëjtë. Asnjë përgjigje, ju kemi drejtuar avokatit të popullit që në emër të interesit publik me dërgu në gjykatë kushtetuese. Ata janë duke procesu brenda strukturave të tyre dhe presim që shumë shpejt me përcjell në gjykatë kushtetuese. Zotni Hamdi, përveç që je prej dhomës tregtisë dhe industrisë, je përfaqësues i një biznesi që i ki mbi 1000 punëtorë. E këtu afektohet qaj biznesi cili ka 50 punëtorë, kanë thonë bizneset e mesme. Çka të ndodh me efekti i këtij shtritimin biznesin e juaj? Cili do të jetë? Shefe, tash për fat dhe në 2012 ja kemi dhënë një studim. Kompania jonë bashkë me një kompani gjermane kemi bërë një studim për sekretariatin e energjisë në Vjenë.
cilat janë kushtet e liberalizimit energjetik. Nëse bazohemi në përgatitjen e Kosovës, Maqedonisë, Shqipërisë, Serbisë, Malit Zi, dhanëve të Evropës juglindore. Kosova mund me konë mas keshti me 0 presje, 0,01% përgatitje ka bo për tregun e liberalizum. Nuk është ZRE-ja që jo ka bon këtë punë. Nuk është, kjo është ofertë për bizneset që privilegjohen me dalë në tregun e liberalizum, për kushte më të mira. Mirë po, ZRE-ja nuk është të kontrolu mirë për parlamentit, është një grupë që se din që abon aty, kompetenca s'ka, i staf mjaftueshëm s'ka, edhe Kelci është ai i cili o ka e shtynë. Do me thonë, Kalasi, ju nuk jeni veç protestuesi thjesht, je ekspert i energjisë. Po. Edhe ty po doket që njerëz në ZRE nuk e din punën e veta? Ja, nuk kanë sa lype kjo punë. Jo që s'jon, nëse ata për shembull më shku me vetë, intimisht kallëzojnë që se s'mujnë mi bo. Nuk arrin, nuk kanë mjaftueshëm staf. A disa do në tregu për me liberalizu sa komponenta, sa të punësum donë, sa eksperta, da ta hapë sistemin, përqelja, monitorimi, i shdash me pas në atash online për zgjedhin, cilat janë bizneset që kanë afru një qmim në treg. Cili është ai? A keni qu kërkes për ofertë si biznesi mesëm, i sofistikum që i kim binimi punëtor, në ndërkohë, prej që ka dalë ky vendim, a keni bo kalkulime qysh e afekton biznesin tënë, po më intereson, edhe me qka mirëni ju tash? Po e tha Rafuna, e tha që këtu e kje, diku shtash momentalisht nëse del në treg të lirë, e ki 100% ma shtrajt. 100% ma shtrajt. Sa dhe ki? A ki me majtit njëjtin prodhem, si para këti shtrejtimi, si mas këti shtrejtimi? Kom e zvoglu fitimin, edhe shtetit kom javë qitë që shpenzim të firmës, edhe kom javë ma pak në bugjet. Ta atin fitim, kom me pagu ma pak se kom shpenzime ma të mëja. Punëtor, s'kemi qitë për punë? Jo, kom me qitë se duhet me ishtrajtu unë tash ofertet e mija për tregun jashtë. Edhe bona i palje vërdishëm për kompanit që bashkëpunaj. Gjese cili shpenzim ma shumë biznes, tregon që si e konkurent në tregu. E thjeshtu kjo. Me kona ata këto këshin thonë, po te e ki pas rrymën ma lirë se krejt ata me cilë po shtyë shumë botë. Këtu e kena pas rrymën lirë, që shtë të thoi? Po, a është e vërtet? E kanë marrë zanatin qeverit edhe njerës të shtetit e ZRE-sën me thonë, su kujën ka ta epin për gjepit vetë këtë farë energjinë ma lirë. Qa ka bonaj që po me epin mu energjinë ma lirë? Qa është të buaj? Tu ta ngrit profitin? Po, ta shumë, që për shumë kontrata, se që kjo krahasohet shumë mirë me demonstratat që sotme. Po? Kontrata me Kelcin është në nëshkru me gazet qelës. Pasojat kanë orë që kanë thonë ata. Njëjtat që në pasojat. Ja kemi dhonë 1 miliard euro, edhe 6 milion euro ja kemi falë, pa ja kemi falë 1 miliard dhe 6 milion. Do me thonë, skandal fjallët e irë qeveritarve që thëshin me privatizim punë të kanë u bo ma mirë. Jo, është kontrat jo transparente, nuk e dim, nuk ja dim asa në ka fitojnë. Aty është një loj që të shtim me gjyshu shumë që s'po guzon të asha Salbini me bozo që folke atër, ku i ka fjallët. Pse sot nuk për ju rrë fjallëve, që ka folë atër? A ki folë të që shtot edhe kundër qeverit? Unë atër edhe sot. Unë po. Ki qenë të batë të na, ki folë. Unë po. Edhe atëherë. Ajo. Edhe atëherë e ki kritiku që të marveshje. Nisoj se e kum ditë se njone që është me marë të drejtë energetike, ekonominë e energjisë një vendi. Qështu kanë thonë edhe ata? Edhe ata thëshin e njofim qësh është me të privatizu energjia. Edhe kanë kritiku. Edhe konë valë të 5% rentabil. Keki atër që ka pas, o shrit pjesa ma e mire jona. Se që kishë bleme pak unë e keqë. Ka daj, Malusha e të thonë, zëtë ne jam dhe që ta shte masi u bo shka u bo, a duhet me këthy në shtetnora, me nacionalizua? Duhet me dhonë Ti që je kogja njeri biznesit ekonomisë, po menon që Kelci duhet i majtësie heq, sot një hone, edhe po menon që Kelci duhet mu nacionalizu. Po. Nëse veç duhet me pagu shmimin si Shqipëria që e ka pagu me atë qezin. Duhet me pagu se kemi gabu. Kemi gabu, javë kësha marë tokën edhe shpinë ty që kanë gabua, pa dhe për me barazu pak atë humbje, se për nësh i gabimin e kanë bo me qëllim.
edhe janë shku atje në për Stamalle, kanë bërë do lëvizje jo transparente, se kemë ditë heq, qa ka ndodhë? Ka dole, si e tu i thonë Lulzimi ka qenë këshilltori që asaj qeverie, jo kur u privatizu. Bedri Homzës, ma vonë, po diqysh Lulzim, po na vjen një farë rrotulli këto, që s'mujmë pa të vetë ty, a menën që janë pishman ata që e ka nënshkru që atë marrëveshje. E di që kjo sot tema bashkë, a jeni pishman ki qenë pjesë e grupit që e pat privatizu? Jo, nuk qenë pjesë e grupit, nuk u konë, në atë kohë s'kum qenë, nuk qenë në Ndogana, nuk u qenë në kone Bedriut, nuk ka qenë në kone Bedriut Hamzës, ka qenë kone Besimbeqës. Hajde, që përshurë, shefi jëtë, i më vonshëm ka qenë pjesë e PDK-s i cila ka nënshkru marrëveshjen e... Jo, nuk ka qenë, kisha qenë në atë periudhë kohore, po isha përgjigj edhe kisha ditë, po nuk jam në rrjedhat kësaj, se ka qenë Besimbeqa i ministër, Bedriut Hamzës ka qenë, ka ardhur mas Besimbeqës, do në kur ka ardhur Bedriu, kjo çështje u konë. Po edhe Mimoza Kusari jo konë atë grupin e ministrë. Po, mire ki që përna kujtën. Jo është, në qofse më këshë leju mu, veç disa dhana. Të ky 1297 biznese që du dalin në tregun e lirë, janë 438 biznese që janë mirën me tregtime shumicë dhe pakicë, janë 197 biznese që mirën me prodhim, janë 95 biznese të ndërtimtarisë, 71 biznese që janë të aktivitetet financiare dhe sigurimet, 67 janë informacion dhe komunikim që hynë në këto call center që i kemi, sidomos Gjermane këtu në Kosovë, edhe i kemi aktivitet administrative dhe mbështetje 56 dhe 303 janë të tjera, janë këto start-upat që janë. Po të ne, shqetësim është kë 197 që, prodhimi. Se çmimi i energjisë elektrike që u rrit sot për qytetarët e Kosovës prej 16%. Sot është nxit inflacioni. Se kjo nxjet inflacion, kemi rrëmje të konsumit kemi me pas, kemi rrëmje të investimeve, edhe kemi me pas sfida për politikat e reja ekonomike mi pregadit për të ardhmen. Kështu që ky inflacion ka me ndiku mënyrë direkte dhe indirekte. Direkte ka me ndiku drejt për drejt në shportën e qytetarëve tonë, se do ta ngritjen e indeksit të çmimeve shitse. Kurse indirekte përmes prodhuesve. Çka ndodh tash? Çmimi i energjisë elektrike ndikon drejt për drejt në shpenzime operative. Dhe çdo prodhues do të jetë i detyruar jo për çefi, po do të jetë se sot më korrigjon të lutna, po punohet me marzhën minimale sot. Na, kërë që jo, ka lyp maksimale. Jo, jam të folë prodhuesit tonë, privat, kështu, kompani tona. Janë të prodhu, të mëngë të 197 janë të veprue me marzhën minimale. Dhe këta kanë më detyru me shtrajtu produktin. Kjo ndikon drejt për drejt në kostot produktit. Dhe qytetari ka me qenë i detyru me ble me çmimat shtrejt. Po ky produkti joni, ma nuk ka me qenë konkurent me produktin e importum. Ose tregun e huj që jemi të ishit rajonal dhe në evropian, përmes kompanive tuja, në moment që te njofton për rritje të çmimit, ka me ra kërkesa. Se ka me gjithë produktin e kualitet, njëtë me çmimin më të lirë. Dhe ka mu të kurë prodhimi. Kur të kurët prodhimi, ty të bjen eksporti, po të rritët edhe papunësia, se du të me liru punëtorët. Lulzim, kollaj është kjo punë. Ku po shkojnë së të parë që po na i morin ma shumë? Ne po na qetë në tregë, po shkojnë me ble rrymën për jashtë. Nuk është e vërtet. Rrymat Fitimi ka me ju rritë dhe ka me shku diku tjetër. To ka qenë një zbulim inovativ, se kërkesa ka qenë për 35%. Po kanë gjetë këtë zbulimin inovativ, të jekën bizneset, 50 punëtorë to, edhe e ullimit e 15 që. Po matematika nuk e kapi me 15, hajde shkojmë 16. Po, nëse mundëm dy çështje. E para te privatizimi. Nëse na sot flasim për privatizim e thojna kitë fajtor për çdo çfarë në të na ndodhë do privatizimi, është me me arsyetu këtë veprime që ka ndodhur në 2-13 vjet e fundit. Po. Tash, me privatizim janë bërë disa veprime të mira. Domthonë, është investu pak më shumë, janë bler disa pajisje pak më lirë, prona nuk do të mja humb. Nëse na të synojmë me shtetëzu, unë menoj që na kena me kriju shumë ma shumë probleme sa që i kemi sot. Unë menoj që na mirë, që dhe ti vetë janë nise analizën tone që humbjet, po na ndodhin njëjtë ngjashëm për humbje dhe ti pe pranon që sot. Çatonë jam të ardhur, unë thjesht menoj që zëroja do me pas një dorë pak më të hekurt me kontrollu kecin dhe keskon për veprimet e tyre. Do të me pas pak më të hekurt. Pse jo pak, se pak, pse jo shumë më të hekurt. Shumë më të hekurt do me pas. Po, në ne do të me këshyr auto i ble energjinë sakt në çmimin, në mundësinë domon çmimin më të lirë të mundshëm në treg. Në ndë. A e ka zëreja që kapacitet që Hamdiu po thotë s'ka njerëz që aktualisht s'ka. Sepse me ligjin e punës ja u kanë ulë dhe pagat, ju kanë një
ekspertat e mirë që i kanë pas. Një e kanë nëse s'gaboj ato komplet, aktualisht nuk kanë. Po nuk duhet vetëm zërreja me pas. Duhet kuvendi me pas auditim, me këqyr, sepse e kemi privatizu. Duhet qeveria me angazhu auditim me këqyr, vlera për parat. Sepse, a se kena na zërejnë për me i boj qëto punë? Po zërreja duhet, po na zërreja tash nëse zërreja është e pavarë dhe na e leona gjithë shka zërrejes, kemi me orë në studje me thone që auto bo zërreja. E qka të bo qeveria që nuk e angazhon për shembull një kompani me e këshyr, a e ka ble energjinë elektrike me çmimin më të ulët të mund shumë gjatë kohës së krizës. Çka ka ndodhur në dhjetor pyetja është. A dini se na nuk është 4 muaj kanë kalu. Në dhjetor Ferizaj, Malisheva, disa qytete kanë qenë pa rrymë të në kohën. Pra, fakti që ato kanë qenë pa rrymë nëse të paguajnë tarifa më të lira. Mirë, po pse kanë qenë pa rrymë? A ka qenë në interes të dikujna që mu shpall një farë krize, që po kemi mbi ngarkesë dhe mja nolë komplet Ferizajt rrymen, që mus me importu qash shumë pak para dhjetorit kër msheret viti financiar, po këtu e në qërë që na du të me pas hetime. Hetime edhe prej zërëjes, edhe prej qeverisë. Pra, na nuk duhet me agju komplet theksin, hajde privatizimi tash qatohet problemi, jo, na du të me pas dorën e hekurit, me mbikëqyr qëtë kompani private. Saj përket nëse mundëm se e nisi zotëri Rafuna një çështje të ndikimit, efektit zinxhiror që ka me pas, të prodhuesve të ketë kërë. Na sot i kemi 15% 16% që na u ka shtrejtu, kom na shtrejtu rryma gjithë qytetarëve duke përfshi bizneset. Është një grup i bizneseve që u përmend 1200 bizneset, cilët shtrejtimin e rrymës nuk kanë me pas 15%, po kanë me pas nashti 2 fish. Gjatë verës ma pak nashti, gjatë dimrit shumë ma shumë. Njoni për këtune bizneseve, Visar, po duhet dhe me më kallëzu çka ka thonë njoni për bizneseve që para 3 jave ishte në debat kundrejt zërejës, Petrit Pepaj, përfasusi zërejës, i tha biznesit, provo, ka dalë se nuk o marrë qashtu që shpothu, nuk ka më të shtrejtu 2 fish, meri njëherë ofertat prej prodhuesve të rrymës tregut lirë. Aj, sot na ka informu që prej qasaj dite që ka qenë debat, që zëreja i ka thonë meri ofertat, e ka qu kërkesën për ofert, çka ka marrë? Realisht nuk ka marrë oferta dhe që është mas interesant është përgjigja e Kekut, në cilën ka thonë nuk kemi kapacitet të lirë për mja ushit juve. Ka refuzu Keku me i shit që ati? Nuk ka refuzu, nuk ka. Sepse na, do më thonë, Keku, kur është shit Keci, Keku do më thonë është nënshu dhe një marrëveshje për shit blerët energjisë që nënkupton që sot do që Kesko i lyp energji për mi furnizu qytetarët, që zakonisht shumicën e kohës nuk mjafton e energjia e Kekut, Keku është i obligun me jashtë rrymën. Pra nuk ka me pas në periudhën më të vështirë. Okej, Keku o ditë që s'ka me pas. Tetor mars nuk ka me pas Keku energji. 18 kompani tjera të cilët prodhojnë energji, të cilat ky biznes kish lut shumë një ofertë si kanë çu heq. Nuk i kanë çu. Mos me çu heq, pse s'u intereson kompaninë me shit? Sepse domthon 18 kompani që janë licencu, mos harroni. Domthon ky liberalizim i tregut të energjisë të na kemi lyp liberalizimin e tregut. Po ky liberalizim është treg liberalizim fiktiv, kisha me thonë. Sepse nëse një prodhues kryesor që prodhon me çmime të lira, është i obligun krejt energjinë me ashit një tregtari, atëherë çysh ka mundësi që sa tregtarit janë barabartë. Do të thonë, zotëri Rafuna obligohet me dalë me blej jashtë, ndërsa dikush tjetër e ka energjinë që sot e kërkon. Pra, nuk është tregu i barabartë. Në fund ditës kena me përfundu kur realisht nashti Kesko ka me përfitu ende ma shumë, sepse nashti edhe ka me siguru importin e energjisë, nashti këta furnizues të nuk kyqen heq në energji, sepse dalin një herë e shohin që s'ka treg. Veç me cek për publik, kompania që i ka ndo këto dhona me ne, është Pestova, të cilët prodhojnë qipsa në Kosovë, edhe e kanë provu këshillën e zërejës, masi që zëreja në debati tha qështu. Keku e ka licencën për furnizim, po si që tha Visari nuk ka kapacitetet tani prodhuese të lira, për me shqit se ka me kontrat, me marrëveshje, ka kërë privatizu Keci që mi furnizu qytetarët edhe mi dhonë ashtë sa ka nevoj për nevoja qytetarëve. E 18 tjera? Qo se ka, 18 tjera, kështë një problem tjetër jeta, se vetëm një është i licencum Kosovë, të tjerët janë që njifën një reciproke në Macedoninë e Veriut dhe në Shqipëri. Vetëm një në Kosovë. Po, dhe është një sfidë tjetër se biznesi dyshon që ata do t'i furnizojnë pa ndërprerë bizneset tona. Se në Shqipëri dhe në Macedoni gjenë blers, se këta janë ndërmjetësus, nuk janë prodhus. Se sikur Keku, më falë, kishë fillu me ushit bizneset tona, çmimi kishë me qenë shumë e lirë se këta furnizues që ofrojnë, se kishë marrë drejt për drejt për prodhuesit, kurse këta furnizues e blejnë për një prodhuesi dikon jashtë, edhe ja sjellin biznesit tonë. Domethënë këta e kanë marzhën e fitimit si ndërmjetësues. Shumë e thjeshtë. Bullgaria s'ka mujt një bu.
Halo, se ka liberalizim. Liberalizim. Bulgaria, Hungaria, Kroacia, Polonia, Slovakia, Rumania, pjesë e EU-s. Asë një shtetë në Evropën juglindore s'ka arrit. Asë një. Kanë tentu, kanë pas rastin si Shqipëria me qezin, jënë nalë asë një vend, Kosova është ma e pak e përgaditne, po ka me dalë tregu, edhe ka me nalu të keci, hajtë dirrim me ble, kërkush nuk është në treg, veç ata, s'kem qare pa ble, ka me na shtraqu shmimi. Pik. E thjesht është, pjesë spjegoj për politikën, nëse se kanë kuptu që është kjo. Se të mëse pas kujdesin edhe se kuptojnë. Politika ka shtin ligjë. Politika e zërre edhe atje kanë gjithë... Politika ka shtin ligjë, kjo është ligjë politike, si kurani. Ligji është katapultue pe atëherë kush se ka lexu ligjin, se në ligje ki. Për shembull, unë jam biznes. Disar. Ama veç diçka, se jena tu i thonë që politika nuk po e kupton, zërreja na ka hyrë çop. Jo. Politika e ka saktu ligjin, zërreja tu e zbatu. Pra presioni biznesit 2017 është bo ligji. Edhe që kanë thonë? Për shembull, hajde gjoma një mu jo që tu rolin tanë tregun energjetik, unë i kam 15 punëtor, 9 milion euro qarkullim, punoj me fura elektrike për shkrijën e metaleve. Kur është ona unë e thashtu? Ose, jam real estate, 15 milion euro i bëj qarkullim me një rast, ku jam unë e thashtu, e i kam 5 punëtor. Rreshtohesh se kanë thonë, regula është, ata që kanë qarkullim mbi 10 milion euro, apo që i kanë mbi 50 punëtor. Po cili është efektin energji, kjo vishokoni një ranca në parlament. Nuk definohet me njerëz dhe me llojet bizneseve. Kjo definohet me konsum të energjisë. Si po ignoranca, dikush po i leton, nështë e din më re, Kjo është një kërkesë që kemi dërguar në qeveri, mu ndryshu këto dy kushte, se nuk përkojnë me realitetin sot. Edhe kemi thonë, hajde se bashku me biznesin ta caktojmë një limit, një kufi, një tavan. Kush shpenzon mbi atë tavan, me dojnë tregun e hapur. Nëra tavan me najto. Kjo kishme ndihmu shumë biznesin. E dyta që kishme ndihmu, Keku e ka një plan shumë ambicios për 2-3 vite tash, dhe qeveria ishte me shpejtu investimet në Kek, në ato remontet, në ato, që ai me kanë gjendje mi shit biznesin, kishme qenë një ndim tepër e madhe. Okej, po du me e përfshi adhurimin, para se me fol adhurimi, po e kritikojmë këtu politikën, na harova me thonë që e kemi thirrë dhe Ministrinë e Ekonomisë, intervist me spjegu këtë çka është të bo Ministria e Ekonomisë, atë që po e kërkon visari me angazhu diken që me këshyrë sa shqitër ma me hetu, ata kanë thonë që ky vendim i zërejës është nuk ka politik, nuk ka çka me fol, politika nuk flasin deri sa të del vendimi prej të martën minimum. Adhurim, qysh e shes si ekonomisti energjisë ti që të shtrejtim? Besoj që i gjithë me thonë është të gjitha pikat që janë të rëndësishme për me diskutu vetë se u falën, edhe ndoshta vetëm kësha mujt me i prejk disa për i ty në visari shumë mire tha, kjo është rezultati e importeve shtesë që do është me i ba, sidomos në ndorët dhe djetor, si rezultati i ramjes disa bloqeve të kekut, për shkak të vjetërsisë tyne. Do më thonë, faktikisht, aftësia jonë për me parashiku gjenerimin nga keku, për ditë faktikisht përketësohet, edhe si rezultati i kësaj, do më thonë, duhet me importu ma shumë se sa që faktikisht zyra regulatorit energjisë edhe keci, bashkë me kekun e kam parashiku. Edhe kjo rriti më një formë ka qenë e pandalshme, mirë po forma qasja që është bo rritja, të regon ato që e thanë edhe para folësit e me, që kapacitetet e zyrës regulatorit energjisë janë shumë të limitume, për me i adresu këtë probleme në njërën ma profesionalet mundur. Edhe zgjidhja ma e lehtë o konë, për ngritëm çmimin për 16%. Vetëm ta korrigjoj zotni Rafunën, që tha 35% o thonë dhe nuk ngrit për 35%. Jo, ajo ngrit sakt qatë sopari ka lyp keci edhe ato. Për shkak se këta e ka ndonë, njëna pjesë kome u bo pagesa kome u bo në periudhën 2025-2026 dhe pjesa tjetër 2026-2027. Më thonë, ngritja vlera nominale që kome ju këthy kecit edhe keskos për importet shtesë, një me një kome ju kompenzu. Ato nuk ka mundësi me i deviju asaj. Dhe më thonë, kur është bo propozimi për atë ngritje,
faktikisht ne kemi marrë shumën totale që kam ngrit, mirë po një pjesë bëhet 2025-2026, pjesa tjetër 2026-2027. Domthon absolut nuk ka pas devijim prej kërkesave të tyne. E meta e krejt kësaj është për shkak se u fola pak më parë që më një farë forme apet përbojna kështu si thest, buksit me ushtru Kecin. Visari shumë mirë e tha, Keci është një entitet i rregullum, një kompani e rregullume, ku shpenzimet, hyrat, çdo aktivitet i saj rregullohet nga zyra rregullatorit të energjisë. Unë kam informata se Kec faktikisht ka dorëzu projekte të mëdha për modernizimin e sistemit elektroenergjetik të distribucionit. Mirë po zyra rregullatorit të energjisë për çdo vit faktikisht ja pren ato i thotë jo, këto investime nuk ka nevojë me i bë, këto nuk ka nevojë me bë për shkak se është rreziku që na e shohmi ose rreziku për shkak se për çdo investim shtesë që bëhet aty do të më kthy ato investime. Për shembull, investon 10 milion euro, kemi kthy 10 milion euro ka dalë. Nëse i shton 20 milion euro, ato kthime, ato faktikisht kthimi kthehet në tarifa më të larta. Ka dalë veç diçka, adhurim, kur është po kthehem te privatizimi, po veç ti e ka thonë, jetu thonë që këta kanë çu projekte që kanë pranuar. A unë po duhet ta kujtu që kur kushti për mu privatizu, Keci, ka qenë që aj ka me shti investime në modernizim të rjetit, aj ka pas mi bo këto investime. Pyetja është pse tash po na fakturon prap, po thot jo, do me thonë po lypi hala pare për me bo investime pranomi. Në shtadhe zëreja ka drejt që i thot ka dole se ti e dasht mi bo këto investime për pare tuja. Vetëm një diçka nuk kuptoj që po mendon me pare tua. Qysh me pare tua? Ka premtu që kam i bo 100 milion investime në rjet kur është privatizu. Ka qenë, veç për mjë seru të veç për kujtoma. Nëse mundëm, po, jo, ka qenë një farë mashtrimi ma shumë me opinionin, sepse është thonë që e kemi shit lirë, sepse këta kanë premtu 300 milion euro investime. 300 milion euro investime, nëse nga bojnë atë kua 100 milion, s'pedi so kanë qenë se kanë kalu 3-14 vjetë. Po me gjithatë, këtë të investime nuk ka pas mi bo bëgjepit vetë, po ka pas mi bo prej tarifave, që nën kuptën, që e tha adhurimin. Nëse është një projekt 100 milion euro, dhe investojnë sot, bojnë investime, modernizime të rjetit, qaj projekt shtrihet në periudhën e amortizim, për shamë nëse saktohen 5 vjet, 7 vjet, shamë nëse saktohen 5 vjet, ka 20 milion euro çdo vit, dhe na ka çdo vit do të nja kthy, ka 20 milion euro, plus fitimin bazuar në qata. Pra plus fitimin mbi qata. Qa investim duhet për me u pranu, të dyve po i thëmë, për me u pranu duhet dikush me mikëshyr apo bëhet që ashtu. Zëreja, po tutët prej mungesës kapaciteteve të veta për me mikëshyr dhe për i thotë jo, s'ka. Shiko, jeta. Kjo është faktikisht e meta e gjithë kësaj, është që na faktikisht si rezultat i premjeve të investimeve kapitale në modernizim të kapaciteteve në sistemin elektroenergjetik, neve na ka pru edhe në ditë sotit në debatin që na të bo këto. Do më thonë, kemi pas qasje jo profesionale, edhe momentin që faktikisht ata nuk e dia e kanë ditë, nështë edhe nuk e kanë ditë që momentin që ti fillon me investime, ti duhet faktikisht me i rrit tarifat, se kjo është shumë e thjeshtë, këtu kem biznesmena cilë mujnë më në spjegu këtë punë, se nuk e banë kërkush investimin pa e pos këthimin dhe ati investimi. është të më thonë shumë matematik e thjeshtë. Edhe ta shte, kur ka ardhë puna që a i ka thonë, po, okej, unë e përbaj komplet këtë investim, problemi ka qenë, veç pak se kjo puna ngret ka tarifat. Edhe na qka kemi ba, kemi rujt një paqe sociale, kemi ba politika sociale edhe ekonomike me sistemin elektroenergjetik. E ta shte, komplet ajo ka shku në kostët saj, edhe kemi med në sistem elektroenergjetik shumë të vjetërum, edhe ta është i për në ndërprejtë të rryma, edhe ato që e tha zotëri Rafuna, tensioni për në lunë, edhe faktikisht pajisjet moderne nuk po kanë mundësi me u lidhë në sistemin elektroenergjetik. Këto janë kosto halomat mëdhoja shëqënore që najnë aty pagu që ta është si rezultati i vendimeve të gabume të menaxhmenteve, quftë të ZRE-s, quftë me thonë kështë ministrive e qeverive të kalume, po edhe të menaxhmentit të kekut, cilat absolut në asnjë moment nuk kanë tregu qasje proaktive me i qu projektet investive për para, për me i modernizu kapacitetin e tyre gjeneruse për cilat edhe janë përqece. Vesta kom qarë, kur po thuti qeverive të kalume, që kjo qeveri që 5 vjet është, ape menon edhe që qeveria, e të menu vishë të kalume. Të gjitha. Falë, ta shte se edhe kjo është e kalume, faktikisht se edhe ta shte faktikisht në të dojnë një tradicion. Të kësoje, se u bom 5 vjet, se gjithë po thojmë mas luftës jemi vend post-konfliktuat që 25 vjet po thojmë qështu. Kjo qeveri... Adhurim. Një pyetje e ke pri... Vetëm për sharim, në qofë se të kuptova drejt, ne prej mediave, se kemi pas zyrtarisht, po prej mediave pa të mësu që kërkesa ka qenë 35%.
qofse të kujtohet para zgjedhjeve, po nuk u bë shumë e madhe se zgjedhjet. Qofse të kuptova drejt, thuhet që tani është 16% për 2025-ën, ndërsa 16, 17, 18 do të jetë për 2026, 2027? Shtesë tjetër. Shtesë e kërkush për neve se kemi qofse të kuptova drejt. Shika, ajo është një shumë, dikon 80 milion euro që kanë me u kthy. 40 milion euro kanë me u kthy në 2025-2026, edhe 40 milion tjera, po edhe tash të im rrim. Veç mos ta trano që je të thonë që me një janar shtrejtohet 35%. Që ato adhurem, duhet me sqaru. Jo, nëse mundëm adhurem me sqaru edhe në bazë të raporteve që i kanë publiku. Të vonë, kërkesa ka qenë ma shumë se sa 35%. Na kur kemi raportu në atë kemi raportu bazuar në disa burime, pa i pas këtë raportet, edhe kemi thonë kërkohet shtrejtimi energjisë. Disa momente kanë thonë u kryu mor vendimi që ka qenë gabim, pra ka qenë lajm i rëm sepse po e shohim që ende s'o marr vendimi. Pra, në atë kërkesa ka qenë më shumë se sa 35%. Do ka qenë parafërsisht 40% kërkesa e rritet. Tash, çka ka ndodhur? Prej analizave që është bërë, disa milionë nuk ju kanë njoft kecit. Mirë po. Këtë 16%, nëse doni me spjegu pse ka ndodhur 16% dhe pse nuk ka ndodhur pjesa tjetër. Tash, 16% ju ka shtrejtuar energjia gjithë konsumatorëve. Po në ndërkohë, çka ka bërë Zyrëja? Zyrëja i ka thonë që çta 1290 sa biznese, 7 biznese kanë me dalë në tregun e lirë. Në momentin kur këta dalin në tregun e lirë, pra Zyrëja mo çta nuk i rregullon. Nëse nuk i rregullon, realisht që nëse i kish rregullu, ish dash mu shtrejtu në ashti 35%, ashti 30%, po që kjo është. Kjo u gjithë do më thona inovacioni, që i kanë largu e kanë Fakti që i kanë largu bizneset prej rregullimit në nënkupton që nuk ka pas nevojë mu shtrejtu çast sa kërkuan në fillim, mirë po shtrejtu 16%. Jo ishte zbulim. A është 30%, a është 29%, bos kalkulimit nuk e di sa ka me pas dini. Mirë po, nëse mundem me sqaru prapë. Prodhoj neve na u ka shtrejtu më shumë. Nëse mundem. Po, tash e spjegojnë në ato, po nëse mundem. Tash, prej një qershorit, nëse zgaboj, apo prej qershorit biznes kanë me do në treg të lirë. Nëse shtohet presioni, edhe eventualisht, qeveria thët ka danë në veç pak. Nuk po dojnë me i qitë bizneset në këtë bit në tregun e lirë, që është kërkesë legjitime e bizneseve, sepse kurgjo, njoftimi që ju ka bo këtynve ka qenë i vonë. Nëse vjen, do më thonë, në këtë vendim dhe shtohet presioni bizneseve, i kuvendit, i qeverisë dhe biznes nuk dalë në tregun e lirë, Zyrëja obligohet me hap një shqyrtim të jashtëzakonshëm të energjisë elektrike. Na shtrejtu edhe më shumë. Me na shtrejtu edhe një, na shti 15%, na shti 14%, na shti 12%, nuk di sa i bjen. Po obligohet, në momente kur devijan plus minus 5%, Zyrëja është e obliguar me ligj, me hap shqyrtimin e jashtëzakonshëm. Hajde kallëzëm si qeveria, o ma mirë mu prish me konzumatorin e thjesht, a mu prish me 1200 biznese? Shikoni, unë menoj që në përgjithësi, çka ka ndodhur në vitet e fundit ka qenë gabim, sepse në vitin e kaluar na po e shohim që është ul tarifat e energjisë elektrike për konsumatorët deri në 800 që shpenzojnë më pak, pra ul 8%. Në ndërkohë, po shihet që planifikimi ka qenë i gabuar. Duhet hetim çka ka ndodhur në dhjetor, pse na ka ardhur ky shtrejtim, po tash në situatën ku jemi, nëse na i qesëm një pjesë të bizneseve në tregun e lirë, unë po besoj që efekti që ka me qenë të na në kuletat tona, ka me qenë maj madhë se sa nëse na shtrejtohet neve 25% tarifat e energjisë. Sepse bizneseve, kur ju shtrejtohet që ajo fatura e energjisë elektrike, ju dyfishohet në 8 orë dhe deri në shkurt, bizneset na e dina që nuk jam bashkë për mashallah, edhe nëse kanë arsye me shtrejtu 5% një produkt, zakonisht e shtrejtojnë 10%. Se e shfrytëzojnë që të rast, sepse publiku nuk i gjykon shumë, edhe zakonisht na kemi pa që sa herë kanë pas një arsye pak me shtrejtuën çmimet bizneset kanë shku e kanë eskalu qëto. Pra, unë po besoj që normat e inflacionit që kanë me orë qeshore tutje kanë me qenë kogja më të larta dhe jemi të hyrë në një fazë të inflacioneve që ka me shku deri në shkurt. Pra, efekti ka me qenë zinxhiror, shto këtu që nëse ju shtrejtohet rryma bizneseve, bizneset mrena prodhuesit kanë me qenë ma pak konkurent mas pari në tregun e brendshëm, sepse nëse ai ka shit chipsin me 70 cent, tash nuk mundet na shtim me shit me 70, dhe me automatizëm ai biznesi i vendeve të rajonit i bën konkurrencë pas pari në shtëpi vet. E dyta, bizneset që eksportojnë kanë me qenë ma pak konkurrent kur i eksportojnë ato, sepse është e logjikshme, ju rriten shpenzimet operative këtu, ata obligohen me i rrit
çmime që i eksportojnë, me automatizëm kërkesa bjen. Pra këtu kanë me pas një farë efekti zinxhiror, plus këtu që një pjesë e madhe këtu në bizneseve që dalën në tregtlidhje janë tregtarët, edhe tregtarët me nxitspërezën, çat punë dinë ata. Tregtarët dinë vetëm me shtu marzhën e fitimit. Dhe nëse kemi me pas një valë të re të rritjes së çmimeve, unë po besoj që na vetëm kemi me ja vështirësu jetën e qytetarëve tonë. Mesatarën e këtyre 3 muajve, me 3 muajt e vitit kaluar, inflacioni ka filluar mu ngrit. Me automatizëm. Si ja kemi nisë me fol 3 pikë diçka %. 3 pikë. Në mesatare 1.7 është, në 3 muaj. Po, në mesatarë në 3 muaj, po në muaj të fundit gati 3%, kemi 3%. Pra, me automatizëm... Produktet bazike ushqimore, jo të luksit, po bazike. Plus qeveria e Kosovës, do me thonë, për kundër që kemi pas premtime të kësaj qeverisë, të kalume që po thëtë adhurimi, që kemi më kujdes për produktet bazike, kemi me heq të vëshën, kemi me bukta, pra nuk ka asnjë lëvizje, as me heq të vëshën për produktet bazike, dhe as me heq të vëshën për tarifat e energjisë elektrike. Për shkak se nëse presioni për rritje tarifave këtë vit mundet me qenë 15%, kjo nuk do me thonë që vitin ardhshëm na nuk kemi pas punë më mirë. Sepse bëhet remont Kosova B, njëna njësi, kemi prodhim pak më shumë, mund çmimet e energjisë elektrike me ra, pra qeveria i ka çtu instrumente në dorë, që kur ka rrezik ose kur ka nevojë të madhe për me shtrejtu, të ka dalë pak. Po hekum për një vjet të vëshën në energji dhe hekja është 8%, me automatizëm e neutralizon pak dhe qytetari nuk e merr shumë vesh. Okej, po du me të pyet Luan, a ke pas takim, a keni pas protestuesit takim me ZRE-n? Jo, nuk kemi pas, për kundër që ne ju kemi bërë ftesë, madje edhe publikisht që të takohemi qoftë edhe në për media edhe ku do qoftë. Ata nuk... Apo e kuptoj mirë për regjisë që na kanë thonë neve që ju kanë qu ftesë? Jo, absolutisht, ne kemi bërë edhe publike, madje që edhe email adresën me cilën e kanë dërguar atë ftesën e tyre është gabim aty. Petrit Pepa i sot ka thonë në takim, që Petrit Pepa ju thjetë si ZRE-s, që ju kanë ftu në takim, po e kanë gabu adresën. Po pra, që do të thotë... A jeri ju të hopën me ndreq ata adresën e me shku? Mi prit neve, po... Do shta shumë më mirë ka qenë, se po të shkonin me në takim, pas me shku 20%, jo. Kështë që më mirë që s'kemi shku. Apo njëni që si rezultati protestës ju po dënoheni edhe ma shumë? A e kishat para? Jo, të them drejtën, nuk po njëm ashtu, sepse ata, e thashe, kanë treguar të arogancën edhe vendoshmërinë e tyre për të rritë çmimin, pavarësisht të reagimeve, cilat të qofshin qytetarëve që e kanë gabim, kanë me tregu ditët që vinë, po është një temë tjetër që po më intereson me diskutu edhe, më thonë të drejtën, kur po dëgjoj ekspert, të cilët po flasin kaq shumë, qoftë zoti Hamdi, qoftë të tjerë, adhurimi, veç për na rrit motivin sa shumë ka nevojë në këtë vend me pas protesta edhe me pas edhe shumë më shumë protesta për faktin që i kemi gjitha këto resurse. Dhe si është e mundur që këta njerëz nuk kontaktohen për institucioneve? Si ka mundësi që këta njerëz nuk ftohen? Madje adhurimin e kam dëgjuar të tregu i përvojë ti që ka provu me dhon kontributin e vet dhe as që e kanë kontaktuar me tutje. Pra, duke e ditë që e kemi një kaos energjetik, duke i ditur gjitha këto probleme që i kemi dhe të jetë një arogancë e tillë, qoftë e qeverisë, qoftë e akterëve tjerë, pra duke mëzdashur të bëjnë zgjidhje, kjo më të vërtet nuk do asnjë diskutim tjetër përveç një shoqërie aktive e cila i mban përgjec dhe ju rrin te dera bashkë çdo ditë. Sepse për ndryshe nuk vetëm edhe një çështje ndoshta misfari është edhe një element tjetër që po thuhet këtu, Luan, që një farë thesit boksit o bokeci e ZRE-ja, e jo boll presion ka në qeverin me bo zgjidhje. Që ZRE-ja po vendos kryen veti, në fakt, ta pranojmë, na e dim që ZRE-ja është me antar të bordit zgjedhëm pi parlamentit edhe kur ka thonë Albin Kurti kena me ullë çmimin energjis, fort mirë e ka ditë, pse ka thonë si udhëhec i arshëm, ka thonë se e ka ditë që ZRE qitën njerëz e qati pushteti që vjen. Ka menuat herë që ka forcë me ullë. Sot, është krejt disponim tjetër, Artoni Rizvanulli po na thot neve në kallëzot që unë s'kom pushtet se ajo organ nuk ka politik. Aknej, politika i ka qitë antarët e bordit. Kur s'po na konvenan, s'kena pushtet e pengrit vetë ZRE-ja, aknej, na duhet me qenë vetëdijshëm që janë
politika është fajtor. Ishma largë se mbrëm, ne kemi pas një protest të zyra e Ministrisë në fjalë dhe nuk është që kemi amnestuar në asnjë moment rolin ose përgjithësinë cilën e ka qeveria, është ndoshta pak handicap që qeveria është në detyrë dhe është një farë justifikimi edhe për brenda, pra përderisa nuk janë të konstituar, sepse absolutisht që ne adresën do ta kemi aty, sepse aty është zgjidhja. Madje kërkesa jonë do të jetë edhe fuqishme që ky bord të shkarkohet. Si u ka ra që ky shtrejtimi rrymës gjatë kohës së qeverisë. Edhe po mundën disi. Edhe s'kish me ndodh kjo, po të mos kishin qenë detyrë. Kur s'kish me ndodh? Nuk besoj që s'kish me ndodh. Kish me ndodh edhe në këtë rast. Vetëm po më intereson. Visari mundet ndoshta më mirë me ditë. Sipas të dhënave që ne i kemi, energjia e faturuar në veri për vitin 2024 ka qenë 12.7 milion. Ndërsa e inkasuar është vetëm 2.6 milion. Kush i ka pagu 10 milion euro? Nuk i ka pagu kërkush. Okay. Për shkak se Elektroserver e ka marrë obligimin me i furnizu atë pjesë dhe atë pjesë që nuk ka arrit Elektroserver me i faturu këtu fatura, vet e merr barën për me mbulu. Na çka bojna në veri është realisht jena tu mbulu humbjet teknike dhe komerciale që mendoj që është gabim, sepse nuk është dashur me na faturu neve, domthonë dështimi i shtetit për me shtri pushtetin atje me kohë dhe me i ul edhe humbjet teknike dhe komerciale, po tash që që përmena edhe ma heret, humbjet komerciale në të larta dhe në pej, do të me bua dhe diçka ato. A do jemi po dhe me shtu diçka? Po, nëse mundën vetëm diçka te qeveria dhe politika, sepse ka njerë kur po flasën për zyrën regulatorit energji, po kem qef dyqysh qeveria me shku të dera dhe me ndalu ata mës me shtritu energjin elektrike. Gjdo ndërhyrje që bëhet e politikanëve, që vetëm pa i lezu letra, thëtë mos i shtrejtoni, dine që ka me shku në dëmë tonën. Që të shtrejtimet që na jena tu i pas, kohë pas kohë, në 3-4 vite fundit, janë edhe barë për shkak se politika në të kalume nuk ka leju më shtrejtu çmimin e energjisë elektrike. Kecin, do të mu leju me pas investimet e duhura në rjet, me permisu rjetin. Kosti, do të me leju. A i kishe besu me i bojë? Po nuk kemi qare pa i besu. Na do të mja leju dhe mja qu personat e tjerë që e monitorojnë, apo kupton, kompani që e monitorojnë. Se cilin investim që na nuk e lejojna me e bo, nesër kom na këthy bumerang. Pra qëto du të me pas parasysh. Nëse na thojna mos investonin në kështë sepse nuk duhet me investu, nesër kom me dalë bumerang sepse nuk kime pas rrugë transmitu se ka me pru energjin elektrike, që është dulë raportimi i kolegu tonë të buletinit ekonomik, që po kalzën që çmimi i transport e energjisë ka njëherë na ka kushtu edhe ma shumë se sa çmimi i blerjes. Pra kjo është edhe në raport të zërrejës, është përmend. Për shkak se nuk kemi pas kapacitetet lira, pra do të me pas hetim pse ka ndodhur kjo, normalisht. Po, se cilin pengesë që na një projekt që na i thojna mos e realizo, kjo kam na shku në barë. Ma mirë është, na mu pajtu dhe mi eduku keq qytetarë që çmimi i energjisë elektrike ka mu shtrejtu, dhe me boj investime dhe na me pas energjin. A është e vërtet që këto zgjedhje, Visar ka nis politikant mos me premtu që s'ka mu shtrejtu rryma. A kanë qenë super matë kujdeshëm se krejt zgjedhjet e kalume? Kanë qenë se kam përshtypjen që ja ka nis me kuptu që funksionon sistemi energjetik. Pra ti s'mundesh me premtu lirim të energjisë elektrike kur të bjen një blok atje në mes dhjetorit, ti obligohesh me naiv të kalumen? Që ka që naiv? Po nuk e di a kemi qenë naiv apo kemi dashur me i mashtru qytetarë. Pra unë po besoj që kjo është e dyta opsion ma i mundshëm. Po, shumë shkort, çka është një diçka me rëndësi që mendoj duhet të diskutohet dhe që fatkeqësisht edhe këto ditë nuk është që po debatohet shumë, mendoj që është qëndësore dhe ndoshta edhe ai motivi më i madh pse njerëzit janë të shqetësuar. Gjithë flasin për një farë lloj arsyetimi pse duhet të rritet çmimi, në kuptimin gjithmonë po flas teknik, që po, duhet investime në transmision, duhet lejohet ajo, duhet... Mirë po, shumë pak debat, edhe këtë e kam thënë edhe në takime e debate tjera, flitet si do ta përballojnë qytetarët këtë. Dhe mendoj që këtu duhet ndoshta një fokus i veçantë dhe në këtë rast a është dikush këtu që mundet me fillu gradualisht me jep sqarime për qytetarin se si nuk do ta ketë më 350 euro pagën minimale, si nuk do ta ketë me 500 euro pagën mesatare, sepse me këto paga cilat aktualisht janë dhe për cilat as që po diskutohet tani për rritjen e tyre, çmimet do të jenë të papërballueshme. O, Luan, ata po thojnë shtesat më kanë dhonë. Shtesat po ja kanë drejt punën kosovarëve, krejtve, jenë ma mirë.
Edhe një çështje tjetër që e kemi marrë sidomos gjatë takimeve me sindikatën e Kekut, është që madje kjo ishte përfshirë edhe në vetë raportin e ZRE-s të prodhimit të rrymes prej anës Kekut. Do thotë prodhimtaria më e madhe e Kekut ish për vitin 2024 prej muajit maj deri në muajin shtator. Do thotë si ka mundësi që në vend që të shkojnë blloqet në remont, në këtë kohë kur kërkesa për konsum është më e vogël, ne në atë kohë shesim, sepse kjo është po shihet që është një interes i dikujt, ndoshta edhe ka vend edhe për prokurorinë aty. Sepse nëse ne si qytetarë, si biznese kemi kërkesë më të vogël për konsum të energjisë dhe prodhim gjatë periudhës, le të themi maj shtator, ne në atë kohë mundemi me i qu në remont blloqet dhe të hyjë në punë në kohë kur është piku më i madh dhe kërkesa më e madhe. Pra, ku janë institucionet përgjegjëse, të cilat nuk shkojnë të ndërhyjnë dhe mendojnë që ne Kek mundin me ndërhyj. Sepse Keku nuk është të privatizuar, apo jo. Atëherë, ne i kemi gjatë tërë muajve të verës blloqet e termocentralit që funksionojnë, ndërsa në muajin tetor, bloku 3 kish 0 prodhim. Kjo është shumë shqetësuese. Do të thotë se është e mundur me ndodh kjo. Kështu që mendoj që edhe këtu është një lloj, sepse janë disa akuzat që janë bërë te Keku. Pikërisht edhe për këto, po mendoj që ekspertet dhe të tjerë duhet të flasim pak më shumë për këtë çështje sepse kjo ndikon direkt në tarifat. Më fal, vetëm pak adhurimi, po do me folë që sa orë në adhurim? Faleminderit Jeta. Jo pak, po shumë po du me folë, po përmledhi paka shumë, se jenë qilë begi shumë do tema cilat kësha dosh kështu mi përmledh. E para, kur i këna hi punës e liberalizimit tregut, shkom puna ma e mire, mojshme mirë, po këna hi që thot populli me sa kitë sthyme me Dizabelit. Edhe pa dyshim që faktikisht gjendësh më një moment cilin as nuk e di ka me jamajt. Nuk e di ka me jamajt për shkak se as nuk kena bo analizat mirë filta. A jem na të gatshëm për me u përqafu, me thonë kështu më një treg të liberalizum. Edhe faktikisht ne kemi po që nuk jem na të gatshëm. Ne e shumit që momentin që tashti i liberalizojnë bizneset faktikisht kanë me posë çmimi më të lartë të energjisë elektrike në rajon. Faktikisht i kalojnë me Serbie, me Malzi, me Maqedoni, me Shqipëri, do t'jenë shumë më të larta. Ndoshta mos më thonë 20, 30, ndoshta edhe 50% më të larta se sa vendi tjetër i dyti prapa neve që do t'jetë, nëse këtë rast është Serbia. Pra, bizneset do të paguajnë çmimin më të lartë në Evropë. Nëse i marrëm numrat nga Eurostati që janë për 2024-ën, Kosovë në bazë të parashikimeve kjo do të rritet. E çka është, tash edhe unë kur po them në bazë të parashikimeve, çka është e meta këtë kësaj pune? Ne faktikisht marrim, implementojmë politika, kryesisht politikat tona janë reaktive, nuk janë proaktive, edhe kur i bëjmë këto politika paraprakisht nuk i kemi me një analizë të mirëfillt, paraprake, e cila edhe e merr edhe analizon. Në rast se dalin bizneset në tregun e hapën, cili do të jetë çmimi mesatar që ata do të mund të asigurojnë. A do të kenë ata në gjendje ta mbarin këtë barë përsipër. Cili do të jenë efektet anësore, se para mendoni tashti, ne shkojmë edhe promovojmë Kosovën si vend ku mund më bëjë investime. Pyetja e parë që është çmimi i energjisë elektrike, më i lartë në rajon. E dyta, cilësia e sistemit elektroenergjetik, më e ulta në rajon. Se më ardhë investori me investu në Kosovë, më në rënë shkon mbrapa e ka në të majt e ka Sërbinë, djatë e ki Maqedoninë. Automatikisht ne hupëm fuqinë tonë konkuruse për me gjeneru vendet lirat punës, cilat do më thonë janë kanë promovim i shumicës prej partive politike. Me fjalë tjera, edhe kjo qeveri e cila shkoj, që pi thamune e shkume, kjo qeveri tashti që është në detyr, kur ka ardhë në pushtet, ju ka ndosh 2 vite me implementu një strategjit energjisë, e cilës, une nuk i thamë kur gjë tjetër përpër se është një cop letre, pa asni përmbajtje të mirë fillt brenda saj. Janë disa modele cilat kanë supozime cilat absolut nuk mund me qëndru me realitetin që e kanë. Edhe si rezultati kësaj, 2 vjet ju ka dosh kësaj, edhe përpos kësaj, edhe ato që e kanë implementuar strategji shumë e gabume.
puna që për shembull zyra rregullatorit të energjisë, gjendjen që e ka, edhe keci në Visari shumë mirë tha, keci duhet me investu, atë sa do me investu, duhet me ja aprovu, për shkak se ajo përkthehet drejt për drejti në shërbime cilësore për konsumatorin, absolut diçka tjetër. E dyta, zyra rregullatorit të energjisë duhet me cek që asaj për çdo vit. Që kjo qeveri ja ka shkurtu buxhetin 30 deri në 40%. Para mendoni ja ka shkurtu buxhetin. Mixha Ramer shpjegoi që është shumë interesant punën e pleshtit, që ja ka nis mja kput kratë, mja kput fladrat, edhe në fund tha kur ja kputi gjitha, tha pleshti tha sponin, tha mos e përpara tha kcejke. Edhe këto zyrën në rregullatorit energjisë atë shumë e kena cungu, sot çtash s'po na ngon më, ajo pe ngriç me imin edhe s'po na ngon më. Pse s'ngon? Për shkak se nuk ka kapacitet ajo me çu këto sene përpara. As nuk ka analizë. Para 3 javë patum zotri Pepa i këto, ai tha një herë kam analizë, tani tha kena me bë analizën, tani se kem analizën, absolut nuk kanë analizë ata, se nuk kanë kapacitete njerëzore ata me i çu këto procese përpara. Edhe ky proces, tash i kemi ardhur në një moment ku definitivisht duhet me jek durt politika prej këtij sektori, edhe duhet me kap ekspertiza, ekspertët, njerëz me ekspertizë, me integritet për me çu këto procese përpara, edhe për me faktikisht me jek atë që ministresha faktikisht na çuike në një farë forme populizëm ne po bëjmë, po na nuk po bëjmë populizëm, mirë po kërkojmë qasje profesionale në këtë sektor. Për shkak se na jena të ful tash për një ngritje shumë të vogël, po tham kështu 15%, mirë po jena të harru që na për momentin deri tash prej në janari deri në ditë sote dikon 100 milionë euro kanë importuar energji elektrike. Edhe për momentin Kosova është të gjeneru vetëm 115 megawatt orë për momentin është të gjeneru një blok i Kosovës A, edhe jam pak megawatt që vin nga energjia e erës. E pjesa tjetër e konzumit është të mbulu kryesisht nga importet, edhe importet të pa planifikume me çmime relativisht nalta. Kush ka mi pagu këto importet që janë të një që tashti? Dine këtë punë që shumë let, jo shumë let, mirë po ka me ardhë 10 ori janari i vitit tashëm, edhe KEC, edhe KESCO, kanë me dërzu kërkesat e njëjta që i kanë dërzu këtë vit, edhe vitin tjetër për me rishiku këto tarifa, për shkak se ka pos devijime nga KEKO në procesin e prodhimit. Prandaj, ne jemi në një situatë ku gjatën kohës ne jemi në reakcion e absolut nuk kemi pas politika proaktive. Edhe puna e riparimeve që janë të bënë në Kosovë në bë, one nuk e di, as nuk ka një raport. Këta që i kanë një këti riparime për 3 muaj ditë, a ka një raport ku kanë me ble këta energjinë. Inshallah, për lëzë zotin, nuk janë të ble energjinë në tregun ditor, po inshallah kanë bënë në i kontrat afatgjate 3 mujore për furnizim me çmime shumë atullte se sa ato që i morën në tregun ditor. Adhurim, faleminderit. E di që kive thonë ma shumë, po çka shkon ko? Që kjo është shumë e rëndësi me cek. Prej 2022-s, në bazë të kalkulimeve që i kom ba, edhe janë për publikun në RKS Energy Transparency. Prej 2022-s, në janar 2022-s, deri në sot, ne kemi importu 620 milion euro energji elektrike, pa kostot e transportit, pa kostot e transmisionit e distribucionit. 620 milion euro, po qysh nuk na shkojnë në rëmend me thonë, okej, nëse na kemi qëto kapacitete gjeneruse, pse nuk i ndërtojmë na kapacitetet tona, edhe këtu 620 milion euro, qëpar do kapaciteti ishtë gjeneru, qofti gazi që thonë ada, ose i thëngjillit. Faleminderit. Adhurim, në fund visar s'kom qare, pa të pyet diçka që po qarkullon mes protestuzve. Në biseda që i kom pas me protestuz, për që të pleshtin për cilin po flet nështë zërëjen adhurimi, e mori një krasim, e one po du me të pyet, a qysh me u marë akuzat, apo thashe thomja që po ja shpërndojnë Petrit Pepës si dikush, po thojnë ky është sot përfaqësuesi i zërejës, po në të kalumën ka punu në kec, edhe ky është ushty ma shumë për ish punëdhënësin e tij se që është ushty për popullin e Kosovës. Çka i thuqë saj? Që kjo çështje dhe kritik ka ardhur në tavolinë sa herë ka pas shtrëtim të energjisë elektrike. Mirë, po asnjëherë nuk ka ardhur në tavolinë kur zëroja ka marrë një vendim të mirë, edhe kur nuk ja ka miratu kërkesat Kecit. Pra, është pak e pa drejt me lidh gjithmonë me agju fajin një personit, kinse ai është demoni ato dhe ai po na shtrejton tarifat e energjisë elektrike, sepse megjithatë shtrejtimi
ka ardhur bazë një procesi të disa numrave, ka ardhur bazë një proces që nuk ka qenë, Petrit Pepa nuk është ekspert ato. Janë ekspertat e tarifave që i bojnë analizimin e importit dhe komplet. Pra, a janë njerëz që kanë punu për kec, a janë njerëz jo, që nuk janë. ja bojnë shefin kec. Domethënë ka njerëz të energjisë ja kanë punu në kec, janë kek. Nuk ka ekspertat të cilët kanë punu në sektorin privat, pra dika duhet me gjenë. A mund më korruptu? A mund është si kec mjafti? Çka duhet me pas parasysh? Mundet më korruptu edhe ai në kek atje, i cili nuk e bën remontin me kohë. Edhe ai atje i cili vendos O5 mos më bën në remont dhe pastaj e bën dhe prokuroria thot 37 milionë euro në atë kohë na kanë kushtu. Mundet më korruptu edhe drejtori i Kekut, edhe drejtori i Sodikecit, edhe Zyrës, pra gjithkush mundet më korruptu. Prandaj un po them na vjen një dorë e fortë, çelik, që e monitoron edhe punën e Zyrës, e monitoron edhe punën e Kecit. Shtesë për kësaj një çështje që u përmend shumë shkurt po du, si ta përballojnë qytetarët energjisë, domethënë çysh me përballu këtë çmim. E para është që edhe deri tash çmimi nuk ka qenë i lirë çysh kanë thonë këta. Zakonisht e kanë marrë edhe nxjerrin vetëm çmimin mesatar. Mirë, po mos harroni, në momentin kur një familje i konsumon 1200 kilowatt mrena një muji, me automatizëm ai përqindja që e pagun për kilowatt është shumë më e lartë se sa që prezantohet na për media. Pra, mundet me qenë 11-12% çmimi mesatar që na e paguajna. Pra, një pjesë të qytetarëve që shpenzojnë shumë, edhe ashtu janë në tregun e lirë. Sot paguajnë me çmime të importit. Dhe e fundit është qeveria që duhet me i mbrojt konsumatorët që nuk mund me pagu. Një fjali, Hamdi, shumë shkurt. Rryma duhet me u pague, sa kushton. Keci është mesin e tonë si destruktiv, kur dihet gjithçka rreth tina botë, na kemi hub të drejtën dhe lirinë në energji. Nuk e menaxhojmë na. Disa po thuajnë 90% shteteve të Evropës nuk e kanë privatizuar rrjetin. Edhe direktiva evropiane nuk të obligon me privatizuar rrjetin. Është monopol natyror. Edhe Kosova këtë të drejtë e ka shit. Duhet me kthy. Edhe Petritit pi bëj, kush është ai Petriti? 2 fish rrogën le të unë në Moskov ka merr parë pi Kecit. Sot le të Mirë, kaq ken. Po le të Le djen ai që është në hall atje. Kush vjen zëre? Ki dikon me propozu për shtetin me punu. Të mira, qysh ti po do me i marë si privat këta. Jo, qysh. Le të punon drejtë, na em ka paguajmë. Veç edhe diçka, let parlamenti, let formon komision parlamentar, let e heton këtë dilemë. Tregu nuk është i rregullum, bizneset nuk mu i dalin, njën ka i qesin si qengjin para ukit. Mas pari, që ti veç qarohëm që na nuk kemi naj dëshmi që është u pagu për Kecit, po e adresojmë një çështje për cilën po flitet edhe duhet me adresu. Ka që kemi ko për sonte, faleminderit gjithë dhe unë smuj mi ju thonë juve shikus ma shumë se që i thonë fëmijëve të mi, mu vesh trash. Ndryshe, s'kemi qka tjetër me bo, qka është në fuqin tonë, është me hargju sa ma pak, sidomos këto ditë që s'kemi pas, as në zemi qëndrore, është mirë mu vesh trashë, mos me shu rrymën, edhe sa ma shumë me protestu që po të kluani. Kush të mundet me u vesh trashë me dojnë protesta. Ka që kemi përsonte, natën e mirë.